Ka pasur zhvillime mjaft të rëndësishme ditën e djeshme ku protestuesit kanë rrethuar kuvendin. Për të folur për këtë ngjarje kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur zotin Zaçi Islami. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, si e pata të skenën ditën e djeshme ku protestuesit rrethuan kuvendin dhe deputetët dilin si mqefta si nga kuvendi, madje duke dëgjuar dhe proritjet edhe po themi revoltën e qytetarëve ndaj tyre? Është zili alarmit. Këta radhe i ranë ziles ata për të hyrë në parlament. Protestuesit. I ranë ziles. Dhe u thanë ikni. Dhe ata kanë ikur. Ikën, nuk diskutohet. Kësa radhe vajtën ashtu urtë e butë, edhe qetë. Por në qëftë ata nuk ikin deri ditën e diel në darkë, të hënë në mëgjes pasaj ata do futen në parlament si që futen gjithë protestuesit e botës. Si që bën ata të Nepalit. Pat Nepalinë? Kjo është, s'ka ngelur rrugë tjetër me këta. Diktatorët nuk ikin vetë. Pakësit vetë diktatorëve është që njerëzit u vënë nga mbrapa ata që janë ushqyrë për tyre dhe që kanë humbur privilegjet. Nëse ikën diktatorë humbet privilegjet, ai dhe kuptohet që do t'i vejë nga mbrapa. Po se di që ai mund të fitoj 5 privilegje që ka fituar deri më sot, por nesër lë kokën. Prandaj ata kanë vajtur dje edhe është para lajmërimi, domethënë që shiko, erdhëm ne. Kush ka trun kokë dhe sy në ballë dhe kush merr vesh nga lëvizje shoqërore e di mirë që ajo nuk ka gjë tjetër dje veç se një paralajmërim shumë serios. Ikni. Por unë kam një porosi për policët e shtetit dhe për drejtuesit e tyre. Të dashur policët e mi, të dashur ju djemtë dhe vajza shqiptare që shërbeni në policinë e shtetit, mos u bëni mish për top për interesat e Edi Ramës. Mos u përplasim me vëllezërit dhe me prostuesit dhe protestuesit që u ka vajtur si kanë palës me 100.000 lek pension edhe me një rogë 400.000 lek qesharake që se kanë asë për të ngërë bukë. Po lerni kapelat në vënd dhe ikni. Mos u bëni ju vegla të një diktature të pështirë. I ka ikur koha, mo hapin i sytë, ka mbaruar ky sistem politik, ka mbaruar kjo forcë politike që quhet Partia e Punës, ka mbaruar dhe partiçkat e tjera të tyre. Do ikin, do qërohen një nga një, sikur i themi që një del jashtë. Vajtja dje në atë mënyrë, nuk është gjë tjetër, veç se është paralajmërim shumë serios që ata t'ikin të lënzyrat. Nëse ata nuk ikin, dhe nëse vazhdojnë me kokë fortësi që të qëndrojnë në pushtet e Edi Rama, atëre mjerë ata që do përplasen me turmën. Avokat, pati dhe një incident me deputetin e Partisë Socialiste Ardit Bito. Ai vajtje provokuar protestuesit. Kastile vajtje që të krijonte incident. Ju mendoni se ishte Kastile? Absolutisht ishte e qëllimshme, ishte organizuar nga sigurimi i shtetit. Dëgjon, në Shqipëri qeverisë sigurimi i shtetit, do të quajni shërbimi informativ e Goris Apiklan Shëndre. Jo, është sigurimi i shtetit e Enver Hoxhës. Siç e la Enver Hoxha ashtu, s'ka lëvizur një presë, një magjilpore. Pra ata din të krijojnë, janë pasardhësit e atyre që vajtën edhe futën armët në kishën e Shkodrës në 46 dhe pastaj arrestuan pritërit duke ja akuzuar se kishin armë në kishë. Janë po ata pasardhës e tyre, niprit dhe mbesat e tyre dhe fëmijët e tyre. Prandaj kote kanë dhe me atë, ata me këtë provokim që bëri ky Ardit Bito, unë do t'i thosha të të vi që e bërë këtë gjë, sepse njerëzit atje janë ekstremisht të asaruar. Por nga ana tjetër, testoi pulsin ai, i dhanë dhe përgjigjen ata. Pra ai provokoi, thatë shumë se do reagojnë, se pra te dërguan. E pa e si reaguan. Dhe prandaj them që priten të vinë diaspora, sepse në kanalin tuaj disa herë jam drejtuar diasporës dhe kam thënë të keni turp që keni lënë njerëz në Shqipërinë në duar të maskarejve dhe juve u vdesin prindrit këtu pa i marrë vesh komshiu apo shteti.
Pra ajo kërkesë ju kam bërë unë diasporës, fatmirësisht mori rrugë. Dhe nesër dhe pas nesër, kryesisht, Tirana mbushet plot me shqiptarë të diasporës, të cilët i thonë dhe Izraelit dhe Amerikës që shiko ne jemi këtu, ne sikim këtej. Dhe unë u bëthire që të vinë dhe të marrin pronat se cili të vetë në pronë të ti, me zor apo pa zor, me forcë apo pa forcë. Trojët pronën e ti e dise cili, të shkojnë të marrin pronat si që kanë pasur nga prindërit e tyre, se lufta pra të bët, që të spronsohet shqiptarët e të largohen. Pra, ky pushtet ca orë i kanë mbetur, një 48 orë mos gaboj kanë mbetur për të qenë akoma në karrike. Dhe ai klouni i cirkut, ai Palazzo Cirku, ai s'është as burr se quan dot ata, as grua se quan, as drejti me të bilin se po s'ka faj ai. Kanë faj ata që thonë pushteti lind merret me grykën e pushkës dhe mbrohet me grykën e pushkës. E keni dëgjuar këtë deklaratë apo ta dërgoj? Pra, këta duan me çdo kusht ta mbajnë pushtetin me dhunë dhe duan të qeverisin me dhunë. Me dhunë s'ka më iku dhuna. Dhe ikën dhe ata që e inspirojnë dhunën. Do qërohen me hir apo me pa hir. O do lënë karrike se s'bën, ka baruar e punë. Prandaj mbithirje policëve. Mos u përplasi me qytetarët. E pa që qytetarët janë të vendosur për të arritur në zyrat e shtetit, hapni rrugë ju. Dhe dal vetë Dinama ta mbrojë zyrën e tij. Dhe dal vetë Mariam Bega të mbrojë zyrën e tij. Dhe dalën vetë prokurorët e gjyqtarët të mbrojnë këtë klik të degeneruar që po qeverisë Shqipërinë. Avokat, kishte edhe një incident te selia e Partisë Demokratike ku protestuesit teksa kalonin aty thonin Berisha Hamburg e pati irritim mes tyre dhe disa përfaqësues të Partisë Demokratike. Ata që dolën atje në mbrojtje të Berishës, të Partisë Demokratike që janë në mbrojtje të Berishës, ata janë me drasa mangut. Janë dhe ata me drasa mangut. Po i ka kuar Sali Berisha, i ka ushtyer. Dhe prandaj rrinë atje. Pa dhe ata ti shumë mirë që dhe Berisha do shkoj bashkë me Ramën në kosh plerave. E pan dhe ata. Dhe se të dy palët kanë krijuar incidente për të provokuar protestuesit. Dhe si atyre tek Kuvendi dhe këtyre të Salihut atje te ato zyrat që ka uzurpuar atje që janë botës janë të tij, e morën përgjigje nga protestuesit. Kështu që ka mbaruar zotëri, ka mbaruar kjo kast politike që po qeveris. Disa herë u kam thënë në emisionet në intervistat me juve që duhet të vinë diaspora të shpëtojnë Shqipërinë. Erdhi ajo orë, se do piqet, do bëhet gati fëmia për të lindur, nuk lind para kohe. Dhe erdhi. Shqyr Zotit, nesër kemi këtu, ca vinë sonde, dhe pas nesër pasaj bëhet ajo që u thonë dilni për jashta si qëni dhe ata do dalin si qënd për jashta, si qënd të rrahur do dalin. Avokat, pritet që diasporat vinë në Shqipëri, të shtunën dhe dielën dhe të ketë demonstrim të fort, pra të ketë pjesëmarrje të fort, çfarë skenari është, çfarë plani kanë protestuesit? Deri tani shqiptarët janë treguar më fisnikët në botë sa po habitet e gjithë bota që nuk pritej. Dhe këta vetë nuk e prisin, këta mendonin që do kishin përplasje, do bënin siç kanë bërë herët e kaluara, që shkonin bënin xhiro deri tek parlamenti dhe ktheheshin pastaj. I thonë në shtëpi ai kufoma politike Sali Berisha. Tani s'ka më zotëri. U dhanë të kuptojnë botës e qytetëruar, qytetarë shqiptarë i thanë botës së qytetëruar. Shikoni, ne këtë qeveri nuk e duam. Dhe kemi dalë në rrugë kundër kësaj qeverie. Ju, si ndërkombëtar, si miq, si partner tanë, duhet që këtë qeveri ta bojkotoni dhe ky kryeministër dhe këta ministra edhe çapaçul shërbëtor që ka këtu në parlament të qërojnë të lënë pushtetin. Por nga ana tjetër e kanë bërë gati dhe, si thonë asaj, dhe Shkopi dhe Kulaçin, dhe Kërbaçi dhe Kulaçin. Gati ishte dhe Kërbaçi. U thonë si njerëz, ikni se nuk u duam. I vajtën Saliut në selin e tij, thanë
Rama, Salihu Berisha në burg, Rama në burg. Ja thamë troç, s'kan si ja thonë më ndryshe. Ndryshe pasaj dihet si ja thonë. Po ai të mos tentojnë, mos dalë madje. Kështu që këta janë bashk dhe janë bashk tani din dhe gurët e udhës, po këta do ekin bashk dhe do qërohen në pushtetit, të dy palët. Parlamenti do boshatiset nga këta 140 që ka sot brenda. Zoti Islami, e pata të përplasjen mes Agron Sheh dhe kryeministit Rama ditën e djeshme në kuvend? Ato e në shashka se janë përplasja ato, ajo që më bëri përshtypje, po që doli në pa, ishte që Edi Rama është njeri pa gjak, pa fytyrë, pa cip. Si për të përshtypje fare qesër që kombe, rinde indiferent për të dhënë të kuptoj atyre që kishte përballë në sallë, atyre gomerëve që kanë sallë, që shiko se keni mua ju, s'keni ju dhe s'plas ky. Do t'ja shop të mërin, do t'ja shop të djelën e të hënë. Tu do jemi, dhe ju do t'a shifni. Pra besoni që do ketë ndryshim të fortë? S'bët fjalë fare, s'ka kësi mbrapa. Zotëri, s'ka kësi mbrapa. Ka marrudhën e zgjidhjes ajo punë, s'ka kësi mbrapa. Unë u bisire edhe njerë, thash, gjyktarëve dhe prokurorëve të kenë kujdes me njerëzit që arreston policia, të mos i prekin fare, po t'i lënë të ikin në shtëpitë tyre, se kanë dalë për drejtat tyre. Se kanë dalë dhe për ata gjyqtarë prokurorë që në një farmase dhe ata janë robër të këtij sharlatanit, të këtij palacoi që mban pushtetin. A besoni që partitë e reja, po themi, mund të ndryshojnë diçka në Shqipëri? Keni besim? Fare, ato janë partitë që ka të krijuar apo nga kjo klasë politike, nga ky establishment, të qërohen, asnjëri nuk është për. Po kush do e bëjë ndryshimin, avokat? Do vi ndryshimi është gati, mos keni merak. Do ketë forcë të re politike? Është krijuar Komiteti i Shpëtimit Kombëtar. Jo byroe federale, se që më thonë mua sa idiotizme ca pseudoshkencëtar që dalën atje thonë ta quajnë forum thonë. Jo, është Komiteti i Shpëtimit Kombëtar. Do merret pushteti, do qërohen ata dhe do përgatitet vendi për zgjedhje. Do krijohet një qeveri 9 mujore për të përgatitur vendin për zgjedhje, për të përgatitur atë kodin zgjedhor, edhe tjera që Shqipëria të marrë rrugën e zgjidhjes dhe rrugën e dur drejt demokracisë së vërtetë. Avokat, çfarë ndodh nëse Edi Rama nuk jep dorëheqjen? Ka përplasje. Fare e thjeshtë është. Po e mbështetën policët dhe po e mbështetën policët Edi Ramën, që t'japin të vritjen me qytetarë shqiptarë për karrikën e Edi Ramës, mirë t'i gjej, për të përplasën do përplasën, ta dini, qofse ai nuk ikën. Ajo ka marruar, unë shikoj i natin e atyre që vinë nga jashtë, që kam kontaktuar me ta, janë negociuar në një mënyrë të tillë që shpirti i tyre di, se dhe ata dinë se sakrificë bëjnë për të ardhur që nga Anglia këtu apo që nga Franca, Gjermania e tjera. E din mirë ata, edhe që ti detyrojnë 100%, të vinë ata që ande këtu edhe s'kren me duar bosh, harrohen zotëri, s'kren me duar bosh. Ata do kthehen duke lënë këtu një qeveri provizore për të përgatitur vendin për zgjedhje. Zoti Islami, çfarë shikoni më shumë tek protestuesit? Pra, është vendoshmëria, është numri protestuesve që e ka bërë këto protestë që po flitet kaq shumë dhe me kaq shumë ditë rezistencë? Është vendoshmëria e tyre për të çliruar nga zgjedhja e kuqe bolshevike që e ka zënë Shqipërinë sot e 80 vjet. Është zgjedhja që i ka zënë edhe s'po i lëshon. Dhe unë kam një shpresë, jo në një shpresë kush e di, po e kam tek ambasadori i ri që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga generali, që t'u tregoj vendin këtyre, sepse ai e di mirë si general, si oficer, si diplomat, e di mirë se çfarë po bëhet në Shqipëri. Po dhe ato që si ka ditur ja kanë thënë, është informuar. Jo se kam ndonjë shpresë te amerikanët, se amerikanët të lënë në baltë.
na lanë në baltë në 43, na lanë në baltë në 46, na lanë në baltë në 90-ën, që i morën të tërë spionët e sigurimit edhe komuniste komiteteve të partisë dhe i morën e i shrehuan në Amerikë, i shpëtuan, dhe na lanë pilaf komunistët na i lanë në pushtet të Shqipërisë sot e kësaj dite. Pra, edhe amerikanëve unë i them, më dëgjojnë ata të ambasadës amerikane, kur të vijë ai generali këtu, do t'ja them dhe ati, po më pata mundësi. Zotëri, o me ne, o me ata. Zgjidhe merë. Besoni që do ndryshoj diçka me ardhjen e ambasadorit të ri në Shqipëri amerikan? E kam një shpresë. Po bindje jo, se nuk i besoj. Ata janë pa besë. Ata të lënë rrugë. Në lanë, zotëri, në lanë rrugë. Në shitën në 46-ën, në shitën në 90-ën, deri tani na kanë shitur. Na prunë ca arvizue, ca doksborue, këtu se që treq prunë atje ca ambasador që mbushin çantat edhe valizet me miliona dollar dhe ikën, edhe u tallën me neve, dhe neve na lanë aty ku ishim. Ka mbaruar kjo punë, po ua them shqip. Unë e di, e kam testuar opinionin publik në gjithë republikën, se kam punën tillë. Njerëzit janë egësuar pa mas, nuk i duan më mashtrusat. Ndaj dëqëron këta se s'bën tënën. Avokat, nga se jeni zhgënjur më shumë gjatë këtyre protestave, nga njerëz që prisnin që dilin protesta dhe skandal, që mund të reagonin dhe mund të mbështesin protesta? Jo, që mund të dilten protest skandal të ri, të reja, plaka, skandal të tërë. S'ka zgënjim aty. Skandal të tërë. Njerëzit janë rrugë, njerëzit dolën, njerëzit i thanë gjithë botës, ne nuk kemi huligan, ne nuk kemi rrugesën, ne respektojmë ligjin, respektojmë edukatën, respektojmë të drejtat tona, i mbrojmë të drejtat tona, dhe do t'i mbrojmë dhe me gjak po që puna. Këtë i thanë Evropës, këtë i thanë botës. Dhe Evropa i di mirë të lloj protestash. Se jemi vetëm i vend në botë, i pari vend në botë që bëjmë protesta të tilla në mënyrë paqësore. Nuk e bëm siç e bëri Nepali. Që ashtu duhej bërë në 90-ën ajo që u bën në Nepal. Po nëse këta nuk dorëzojnë pushtetin, do bëhet dhe këtu një Nepal që s'kemi atë punë. Njerëzit u ka vajtur tek s'mban më, unë i shoh. Flas për rini se mosha ime 80 vjeçarët kanë ikur, kanë përfunduar. Zoti Islami, ditën e djeshme, kur dolën nga kuvendi, ishte edhe Elisa Spiropali, dhe Elisës më shumë i bënin thirrje që të reagonte dhe t'i bashkojë protestës. Besoni që mund të ketë zhvillime të tjera brenda Partisë Socialiste dhe Elisa mund të marrë fatet e PS-s në dorë? Jo. Çfarëdo që të bëj Elisa Spiropali e gjithë Spiropalet e të tjerë, ajo parti nuk merr më pushtet, nuk qëndron më në pushtet. Çfarëdo që të bëjnë ata, çfarëdo heroizmi që të bëjnë, ata në pushtet nuk do jenë më. Pse s'keni besim te Elisa Spiropali? Ajo i ka dalë kundër Ramës. Jo, përse i doli kundër? Se ju trajtoni një problem që është tamam për fëmijët e klasës parë. O zotëri, nuk doli kundër Partisë Socialiste ajo. Doli kundër Edi Ramës se nuk i plotësoi tekat e saj edhe i hoqi karriken e ministrës. Ja, pra të doli. Pra doli për interesin e saj, jo për mua e për tyja. Ndaj ishte pa besueshme. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Edhe unë faleminderit për ftesë.